Arlind, do të bëj disa pyetje për cilat do të përgjigjesh shkurtimisht. Mirë që nuk regjistrove sa po thoja pak më parë, që i në rregull. Çfarë muzike dëgjon zakonisht? Unë zakonisht nuk dëgjoj muzikë, por kam pas dëgjuar muzikë 20 vjet më parë. Dëgjoja shumë Metallica dhe Rammstein. A di të gatuash? Vetëm makarona. Kur ke qenë student, cili ka qenë pedagogu jot i preferuar? Sametin Ferraj. Cili është filmi i fundit që ke parë? Po e shifja mbrëm, nuk e kam mbaruar, duke quhet Witness for the Prosecution, dëshmitari i akuzës, film i vjetër, vite 50. Cili është libri i fundit që ke lexuar? Po, në fakt, kjo është pyetje e vështirë se unë lexoj disa libra paralelisht. Mirë, po romani i fundit që kam lexuar është i Orhan Pamukut, Xhedet Beu dhe të Bit. Cili është krimtari i preferuar shqiptar? Katareja, pa diskutim. Po i huaj? Është që ke vështirë të ndaj, po mund të them Dostojevski, jem brenda. A ke ndonjë vend që do doje ta vizitoje? Do doja ta vizitoja dhe nuk e kam vizituar. Besoj që tashmë është pothuajse pamundur, por kam pas shumë qejf dikur të vizitoja Jeruzalemin. Si qytetin e tre feve të mëdha, ndoshta me historike, qytetin më i rëndësishëm i botës, mbase bashkë me Romën dhe Athinën, po Romë dhe Athinë kam qenë, Jeruzalem nuk kam qenë, nuk e dja do krijoj në kushte sa që keq sa situata atje, po pse jo, do ishte shumë mirë. Edhe e fundit, cila është skuadra e preferuar? Po edhe këtu janë disa, po në futbollin ndërkombëtar Bayern Munich. Faleminderit.